Një qytetar në Ulqin është proceduar dhe ndëshkuar nga policia më 10 shtator për faktin se në pronën e tij private kishte shpalosur flamurin kombëtar shqiptar. Qytetari është proceduar në stacionin e policisë në Ulqin, ku theksohet se është marrë në pyetje në lidhje me vendosjen e flamurit të një shteti tjetër në pronën e familjes së tij. Ai ka refuzuar të jap deklarat, duke sqaruar vetëm se prona është e përbashkët me vëllain e tij. Ky veprim i policisë bie ndesh me ligjin për zgjedhjen, përdorimin dhe shfaqjen publike të simboleve kombëtare, i cili garanton qartë të drejtën e qytetarëve për të përdorur lirshëm simbolet kombëtare, si në hapësira publike ashtu edhe në ato private. Reagimi vetëm publik ndaj kësaj shkelje ka ardhur nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, i cili e ka cilësuar rastin si diskriminues dhe shkelje flagrante të ligjit. Ky subjekt politik ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të ministrit për të drejtat e njeriut dhe pakicave, Fatmir Gjeka, si dhe marrjen e masave nga ministri i punëve të brendshme, Danilo Sharonovic, ndaj policëve që kanë tejkaluar kompetencat. Ministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti mori pjesë në diskutimin organizuar nga Hudson Institute në New York me temë partneriteti në rritje Kosovë-SBA. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e kryeministrit bëhet e ditur se Kurti në diskutimin e tij ka folur mbi partneritetin strategjik në zhvillim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, ku u fokusua në dy fusha me rëndësi kryesore: bashkëpunimi në mbrojtje të bashkëpunimit në zhvillim, derisa evokoi themelët e harmonizimit dhe rreshtimit në mes të dyja vendeve. Kurti përmendi intervenimin e NATO-s ndaj forcave të regjimit të Miloševićit në Kosovë. Për popullin ton, ky ishte çlirimi, momenti vendimtar kur u hap rruga drejt lirisë. NATO është pjesë e ADN-s politike të Kosovës, u shpreh Kurti, teksa shtoi se NATO është pjesë e ADN-s politike të Kosovës. Kurti më tej tha se Kosova nuk është thjesht një shtet pas konfliktit në mbrojtjen e NATO-s, derisa shtoi se vendi ynë është një aleat i besueshëm dhe një kontribues në siguri. Gjatë 4 viteve të fundit, më shumë se 1000 antar të forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar në programet amerikane, duke përfshirë këtu në West Point dhe Kolegjin e Luftës së Ushtrisë Amerikane. Në vitin 2021, një njësi e FSK-s zbarkoi së bashku me Gardën Kombëtare të Ajovës në Kuwait në operacionin Inherent Resolve Mission. Misioni ynë i parë ndërkombëtar paqëruetës, ne kemi qenë një koqir i 3 edicioneve radhasi të Defender Europe. Në edicionin e fundit, selia e divizionit të 28 të Kombësorisë ishte e vendosur në Kosovë, tha ndër të tjera kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Një qytetar në Ulqin është proceduar dhe ndëshkuar nga policia më 10 shtator për faktin se në pronën e tij private kishte shpalosur flamurin kombëtar shqiptar. Qytetari është proceduar në stacionin e policisë në Ulqin, ku theksohet se është marrë në pyetje në lidhje me vendosjen e flamurit të një shteti tjetër në pronën e familjes së tij. Ai ka refuzuar të jap deklarat, duke sqaruar vetëm se prona është e përbashkët me vëllain e tij. Ky veprim i policisë bie ndesh me ligjin për zgjedhjen, përdorimin dhe shfaqjen publike të simboleve kombëtare, i cili garanton qartë të drejtën e qytetarëve për të përdorur lirshëm simbolet kombëtare, si në hapësira publike ashtu edhe në ato private. Reagimi vetëm publik ndaj kësaj shkelje ka ardhur nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, i cili e ka cilësuar rastin si diskriminues dhe shkelje flagrante të ligjit. Ky subjekt politik ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të ministrit për të drejtat e njeriut dhe pakicave, Fatmir Gjeka, si dhe marrjen e masave nga ministri i punëve të brendshme, Danilo Sharonovic, ndaj policëve që kanë tejkaluar kompetencat.